Jo me okejnë e Edi Ramës, nuk ja ka dhënë, pra ka dalë nga veshti Spaku. Se qose bën politikë. Mund të zotit ato. Jo, kështu nuk është në analizë, kjo është plasë është qesim pasaj, sepse kur bani qëndrim, ose ma kundërshton, nëse kam problem fare, ma kundërshtoj. Të dy se keni problem kundërshtimet Nuk ka lidhje fare se imi duke ndarë pronat neve. Edhe pse në origjinë nga Nëse them dhe unë gjës bëj keq, më thon pastaj kundërshtohen. Absolutisht mentor dhe kam përshtypjen se ti do rreshtohesh te spakistët sot, ndryshe nga Ferhati që më rreshtua. Nëse duhet për efekt numrash po. Jo, Më mirë them atë që dua mendoj. analizën tënde, por të ndalemi edhe se këtu nuk është më çështje në gjykimin tim, të vetëm një emri, pra të Belinda Balluku. Këtu duket një betejë shumë e madhe tani se sa thjesht. Ajo që Belinda është Balluku. e rrezikshme në këtë rast është mveshja e procesit me një membran politike dhe konsiderimi dhe trajtimi i çështjes si një debat politik. Kjo mendoj nuk duhet ndodh, edhe pse i ka të gjitha dyshimet e arsyeshme, po përdor një term për prokurori, për shkakun se situata në anën tjetër është kur gjykata kushtetuese sapo ka vendosur pezullimin e pezullimit dhe është në pritje të shqyrtimit të çështjes në themel dhe bën vaki që mund ta lërë në fuqi pezullimin sërish. Pra ti thuaj që kushtetuesja pas kësaj që po ndodh mund të tërhiqet 22 janar? Kushtetuesja deri tani ka thjesht ka marrë vendimin që do e gjykojë çështjen. Po dhe e ka pezulluar pezullimin. Pezullimi është afrofe. Në momentin që gjykata kushtetuese pranon ta shqyrtojë pezullimi, siç ndodhi në rastin e Veliajt, kur në momentin që u mor çështja përsipër të gjykohet, afrofe u bë pezullimi i dekretit presidentit. Si një betejë mes institucioneve drejtësisë, brenda drejtësisë. Kushtetuesja do shqyrtojë çështjen në themel dhe nuk është çështje tërheqje. Kjo është rreziku. Betejë, goditi, u tërhoq, s'u tërhoq, e hëngri se hëngri, gjykata kushtetuese do ta shqyrtoj çështjen. Dhe aty prokuroria ka mundësi dhe do ketë drejt të hedhë sërish më shumë prova dhe argumenta për ta bindur gjykatën se përse duhet pezulluar zonja Balluku. Dhe ndërkohë që ishte futur çështja në këtë rrugë, prokuroria të premte ndodhi vendimi, e shtunë e diel përpara, të hënën shkruhet kërkesa për heqjen e imunitetit. Ky lloj nxitimi me arsyetimin Sot të shkruetur. Ka datën 16. Po pra, them u shkruaj dje dhe sot u dërgua kanë fjalën. Se nuk vajten që në 7:30 ta shkruajnë. As 3 faqe janë. Po mentor. Pa në këtë këndvështrim, ne kemi të drejtën të gjykojmë tashmë, apo të dyshojmë, dhe themi që këtu ka një lloj nxitimi nga Spaku, apo ka një lloj përpjekje për të thënë, s'deshet pezullim ju? Okej, ju kërkojmë arrestimin tani. Sikundër, prokuroria mund të jetë plotësisht në të drejtën e vet të thotë që unë po nxitoj të ndaloj zonjën Balluku të shkojë në zyrë, sepse kur merret një masë sigurie ndaj një personi. Dëgjoj se kjo është e rëndësishme kjo që theti mentor tani. S'deshët pezullimi ju? Ja, unë po shkoj dhe po e arrestoj. Tani është ligjore kjo apo është politike? Pra, ajo që të bledi, ajo që pak më parë. Muça edhe jemi. Rreziku i kësaj çështjeje është të shndërrohet në politike. Dhe kjo nuk i bën mirë askujt. Partia Socialiste i shërben për ta shndruar çështjen në politike dhe do bëj gjithçka për ta çuar këtu. Rama paralajmëron absolutisht për ta çuar çështjen tek çështja politike. Spaku duhet bëj gjithçka për të mbrojtur në këtë rast, jo thjesht për të mbrojtur nga akuzat, por për si të mbrojtur Spaku, pra si të mbrojtur Spaku. Tani, do duhej të kishte menduar paraprakisht këto. Dhe nëse kjo është një çështje absolutisht rruga më e mundshme ligjore. Kërkesa e prokurorisë për të hequr imunitetin një zyrtari, një deputeti për ta hetuar pasi është marrë i pandehur është ligjore dhe nuk ka gjykata diskutojë. Zgjidhja e herës parë, pezullimi nga detyra, duke qenë koshient që ka një handicap mes kodit procedurës dhe një nenin e kushtetut, ja hapi rrugën e debatit dhe normalisht gjithë me dëshmitar se që është bërë 3 javë këtu për diskutuar dhe bëm gjithë konstitucionalist. Në këtë moment, prokuroria është duke u përpjekur të shpjegoj që ne po nxitojmë
të kërkojmë arrestin, sepse duhet pengojnë që zonja Balluku të vazhdojë të qëndrojë në zyrë për të bërë të njëjtën punë, për të cilën akuzohet se e ka shpërdoruar. Mirë, një sekond. Eni, të ta bëj dhe ty këtë pyetje, sepse dhe ti mund e bën leximin edhe dëgjues së Ramës. Po, se kam lexuar akoma Ramon, ja rezervoj një tjetër lexim, se për mua aty çdo fjalë është menduar 10 herë para se të shkruhet, kështu që nuk mund të lexohet si është duke u lexuar. Ja me që e ke lexuar. fjalën tani, ma thuaj, kush është menduar? Përmendja 83 mandateve, Absolutisht, jo më kot është ndarë në 3 paragrafa jo. Paragrafi i parë vazhdon të njëjtin qëndrim. Rama është kundër vendimit të pezullimit. Po, dakor. Se ka marrë një fitore nga kushtetuesja. Paragrafi i dytë vazhdon të kundërshtohet para burgimet, i vazhdohet ides arrestimet pa gjyq, sepse arrestimi gjyq nënkuptohet arrestimi pasi është marrë vendimi i gjykatës. Dhe këtë lloj arrestimi është bërë vetëm për Sami Tahirin deri tani të paktën në nivelet e larta. Kur pasi përfundoi gjyqi në të gjitha hallkat e gjyqësorit, atëherë u shkua në arrestimin e Tahirit. Paragrafi 3 tani, paragrafi 3 është lexoje si të duash. Paragrafi 3 është si ato konkluzionet e ndërkombëtarëve që në Shqipëri lexohen në disa variante. Po, opozita e lexon ndryshe. Dgjoj, unë me sa kam parë deri tani në rrjet, në media, të gjithë kanë lexuar që Rama nuk do e votoj. Ajo është deduksion më shumë. Ka thënë në asnjë moment atë gjën. Ajo është deduksion më shumë. Fjalia e fundit është e do të përgatitur mbaj qendrim të qartë të denj siç forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Tani, nëse do ta kuptosh këtë si një qendrim dinjitoz, si forcë përgjegjëse për Shqipërinë, unë them që do të japin lejen për ta hequr imunitetin. Po ndërkohë do të po them unë, është i hapur për të lexuar si të duash. Por duke patur parasysh fillimin, paragrafin e parë dhe paragrafin e dytë, nuk nënkuptohet dot ke paragrafi i tretë që këta do të mbajnë 48 orë fjalime dhe në fund do thonë okay, merreni zonjën Balluku se ne jemi dakord të bëjmë drejtësi në këtë vend. Përmendja e 83 mandateve, përgjegjësia para shqiptarëve, do të angazhohemi të gjithë. 83 mandate nuk janë presion, mentor? Pra që ne kemi shumë që në thjesht parlamenti 83 fjalime të mërzitshme, asgjë më tepër. Ajo që thash shumë, njëri interpretim mund të ta marrësh kështu si varianti i parë që thash. I dyti është duke përmendur 83 mandatet, për mua mund të konsiderohet si një përpjekje për të treguar fuqinë ekzekutive të mazhorancës socialiste e aftë për të bërë edhe ndryshime në reformën në drejtësi. Megjithatë thash edhe një herë, unë nuk nxjerr dot një konkluzion të saktë për të qenë i gatshëm për të vënë bast. Dhe ai këtë qëllim ka patur, që ne të mos nxjerrim dot një konkluzion qartë. Një konkluzion, Ferhati. Duhet ta vendosim pak edhe në rend kronologjik të gjithë gjën, se ndoshta aty mund zbulojnë disa detaje që ndoshta mund të na japin një tablo më të qartë. Një pyetje kisha për ty, se ndoshta duhet ta kisha bërë në fillim, po meqense këtu diskutimet të gjithë i keni pothuajse në të njëjtën linjë. Mos gaboj pak me masën e parë, pra me pezullimin, do duhet kishte marrë që në fillim këtë masë, për çfarë tregojnë këto lëvizje? Një herë ndryshe. Shumë e bukur kjo pyetje, mos gaboj pak. Po, pyetje është. Jo konstatim. Jo konstatim. Vlerësimi rrugës. Vlerësimi i prokurorit çështjes. Mirë. Që herën e parë zgjodhi një rrugë tjetër, ndoshta pikërisht për të mos krijuar edhe këtë përplasjen apo për të mos shkuar në këshill të mandateve duke ditur edhe potencialin, do themi, apo fuqinë që ka mazhoranca, se ne duhet ta pranojmë, e din edhe spaku që kanë 83 mandate dhe i kanë numrat për të rrëzuar çfarëdo lloj kërkese. Po. Çështja tani këtu, po thoja që kryeministri ka reaguar në orën 15:03 minuta. Po thuaj se në të njëjtën kohë kur spaku shpërndau edhe lajmin për opinionin publik. Po i menjëhershëm ka qenë, aty për aty. Në kuvend, kërkesa kanë bërritur rreth orës 14. Unë nuk besoj që zoti Rama apo këshilltarët e tij kanë patur kohë 1 orë që të njihen me relacionin e arsyetuar që kanë bërritur sot në kuvend. Dhe ky diskursi që mban zoti Rama, ky relacion mund të rrëzohet pas nesër. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që ne nuk e dim kush janë provat, faktet,